Andahet pushteti apo po rishkruhet ligji për rehati politike? Në çdo demokraci funksionale, ndarja e pushteteve nuk është koncept teorik, është mekanizëm mbjetese për shtetin ligjor. Ekzekutivi qeveris, legislativi ligjëron, ndërsa drejtësia heton dhe gjykon pa frikë e pa favor. Ky ekuilibër është themeli mbi të cilin ndërtohet besimi publik. Por pyetja që po ngrihet sot në Shqipëri është më thelbësore se kur. A kemi një kryeministër që respekton kufit kushtetues të pushtetit, apo një lider që kërkon të riformatojë ato sa herë drejtësia afrohet pranë zyrës së tij? Kodi penal si instrument politik. Nismat për ndryshime në kodin penal, të prezantuara në një moment kur hetimet ndaj zyrtarëve të lartë janë intensifikuar, kanë ndezur alarmin në çarshit juridike dhe politike. Kritikët argumentojnë se koha dhe përmbajtja e këtyre ndryshimeve nuk janë rastësi, por reagim mbrojtës. Sepse kur ligji ndryshohet në kulmin e presionit hetimor, lind dyshimi legjitim. Po reformohet drejtësia, apo po amortizohet goditja e saj? Në vendet me standarde të konsoliduara demokratike, çdo ndërhyrje në legjislacion penal kalon përmes filtrash të fortë institucionale, konsultimesh të gjera publike dhe mbikëqyrjes ndërkombëtare. Jo si akt urgjence politike, por si proces i matur shtetformues. Heshtja e Brukselit. Në këtë kontekst, një tjetër dimension bëhet po aq shqetësues. Mungesa e reagimit të fortë nga partnerët evropian. Bashkimi Evropian ka ndërtuar marrëdhënien me Shqipërinë mbi kushtëzimin themelor. Shtet ligjor, drejtësi e pavarur, luftë reale kundër korrupsionit. Megjithatë, përballë një debati kaq të ndjeshëm, ku flitet për ndërhyrje në arkitekturën penale të vendit, reagimet kanë qenë të vakta, diplomatike, thuajse protokollare. Kjo krijon një perceptim të rrezikshëm publik, se standardet që kërkohen në letër tolerohen në praktik. Rruga europiane apo devijimi autoritar? Integrimi europian nuk matet me konferenca ndërqeveritare apo deklarata optimiste, por me sjellje institucionale. Kur pushteti ekzekutiv perceptohet se kërkon të zbuzë, frenojë apo relativizojë veprimin e drejtësisë përmes ndryshimeve ligjore, vendi nuk afrohet me Brukselin, por largohet prej tij, sepse modeli europian bazohet mbi kufizimin e pushtetit, ndërsa modelet autoritare mbi përshëndrimin e tij. Kjo është arsyeja pse në diskursin publik po përdoren krahasime të forta, jo si retorik propagandistike, por si sinjal alarmi institucional. Çdo hap që dobëson pavarësinë e drejtësisë e shtyn vendin larg standardeve perëndimore dhe e afron me modele ku ligji i shërben pushtetit, jo qytetarit. Prova e vërtetë e leadershipit. Historia politike një dy lloje liderësh. Ata që forcojnë institucionet edhe kur i hetojnë vetë, dhe ata që ndryshojnë rregullat kur institucionet afrohen shumë. Shqipëria ndodhet pikërisht në këtë udhëkrysh. Nëse ndryshimet ligjore bëhen për të rritur eficiencën e drejtësisë, transparenca dhe konsultimi publik janë rruga. Nëse bëhen për të krijuar mburojë politike, koha do ta ekspozojë. Pyetja që mbetet. Në fund, dilema nuk është juridike, por historike. A do të hyjë Shqipëria në Bashkimin Evropian si shtet me drejtësi të fortë? Apo do të mbetet pengi një pushteti që rishkruan ligjin sa herë ndjen frikë prej tij? Sepse integrimi nuk është destinacion gjeografik. Është standard moral dhe institucional. Dhe ai standard fillon aty ku pushteti ndalet, për t'i hapur rrugë drejtësisë.